Po, Landi, atëherë ju thatë për partitë e reja që të shohim se çfarë do të bëjnë. Me sa i ndoqja unë këto parti, ose këto persona, i shoh që si mendim politik dhe si kulturë politike jam njësoj po si këtë vjetit, me megalomani, me delirizëm, përveç atij Shabanit edhe Qorrit që kanë një mendim politik qartë, këta tjerët më duken komplet modeli i Sali Berishës e tjetrit. Nuk janë njerëz që humble si njerëz që bëjnë të hysh. Prandaj thash, prandaj jam dhe unë tek ai momenti skeptik për partitë e reja. Prandaj thash që mund të dalë edhe ndonjë forcë tjetër që të marrë të plotësojë gjithë atë vakumin që është aty brenda. Mirë, po duam ne duhet njerëz të ndritur në krye të këtyre partive, se individi luan rol shumë. Sidomos në momentin e nisjes. Padyshim. Pastaj nëse ti krijon një sistem varet nga sistemi partijak që do ndërtosh brenda, si do ta ndërtosh atë parti. Se e krijojnë. Po pra, edhe këta kanë krijuar parti personale në një farë mënyre, që kanë futur aty shokët e tyre, janë pa strukturat, pa zgjedhur atje, pa filozofi, pa vetëm në mënyrë hipokrite dhe pa sinqert, të paktën Sali Berisha i bën ca procese atje brenda, që janë tërësisht të manipuluara dhe të kontrolluara prej tij, se i bëri vetëm njëri tjetrin. Por hajtë mos e le të themi që po i bën. Rama e ka mbledhur mendjen se është në pushtet, do të thënë dhe duke shpërndar të mira pushteti, njerëzit e rinurt atje nuk e kontrollon atë parti, ka dalë për hajër sepse po vjen në pushtet, do të thënë. Kur vjen në pushtet mbyllet se realizon qëllimin kryesor. Njerëzit shumë pak u intereson a ka demokraci të brendshme apo s'ka demokraci të brendshme ajo parti. Kur vetë ata ajo shumica e asaj partie ka pranuar si të tillë, ashtu le të mbajnë punën e tyre. Ama në interpretimin që i bën pastaj politikës në pozita shtetërore kur është, ekzekutive e tjerë, ai të mos kthehet në despot për mua, atje filloi shqetësohem unë, dakor? Por prandaj partitë e reja, këta liderët është ky defekt. Ishte i vënë re dhe njerëzit e perceptuan dhe prandaj entuziazmin e fillimit e kthyen skepticizëm në fundi. Dhe ose nuk shuan në votonin, se nuk janë pak, po janë 150.000 vetë të cilët mungojnë në apelin e votimit atë ditë, që kishin mundësi të votonin dhe nuk kanë votuar. Këta morën 120 dhe na del ai numri te 240-250 që kemi thënë që në zgjedhje lokale, që është si elektorat grisë. Vend i vogël është, ka që kemi mundësi. Tani pse ndodhi kjo? Ndodhi se këta nuk dhanë siguri që këta ishin realisht liderët e ndryshimit. Që në momentin që këta u morën me njëri tjetrin, në vend sulmonin kundërshtarët që ata që pretenduan që i bashkonte që ishte politika e vjetër, Rama Berisha, këta u morën me njëri tjetrin. Shaj u sulmoi Lapajn, Basha nuk bëri koalicion me Alibejin dhe me Dashejn, përpasoi humbi dhe një mandat. Se këto po të ishin bashkë, do prodhojnë më shumë mandat. Atë që dhe ti dhe unë e kemi kërkuar edhe të tjerë, e kemi kërkuar në studio televizive që në nisi, që në fillim, u kemi thënë krijoni polin e tretë. Sepse në moment që ti vjen me një pol, ti vjen më i fortë, se çfarë është pushteti, demonstrim forcë është pushteti. Ti vjen më i fortë, krijon më shumë besim tek njerëzit, besueshmëri te njerëzit, thon diçka serioze polin. Dhe ti tërheq më shumë vëmendje dhe në aspektin mediatik më shumë hapësirë. Pastaj mënyrën se si do të kandidosh, që ti ruash profilin tënd, se ky gjasmë që merr aku i tyre do futeshin të promovonin identitetin e tyre. Nuk kanë profil. Po ti mund ta bëj atë me lista të hapura, secili merrte votën e tij dhe në fund fare bashkoheshit dhe zgjidhin mandat.